Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndet se ftoi të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Operacioni Kilovati i mbajtur në Gjirokastër solli një valë të arrestuarish për shkak të shpërdorimit të detyrës së tyre dhe vjedhjes energjisë elektrike. Lidhur me këtë operacion të policisë ka reaguar dhe Partia Demokratike nga Gjirokastër. Si rezultati një hetimi ligjor me metoda proaktive të kryer në bashkëpunim me Prokurorinë e Gjirokastës mbi kallëzimin e bërë nga Drejtoria e Përgjithshme Antikorrupsion e Ministrisë së Drejtësisë, është finalizuar operacioni policor i koduar Kilovati, ku janë ekzekutuar masa sigurie të caktuar nga Gjykata e Gjirokastës për 16 shtetas. Arrest në burg për 4 shtetas dhe arrest në shtëpi për 6 shtetas punonjës dhe ish punonjës të OSHA e Gjirokastër, të cilin në bashkëpunim me njëri tjetrin shpërdoroni bazën materiale të drejtorisë dhe siguroni dhe instaloni matës të energjisë elektrike pa i regjistruar. Detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimi për dalje jashtë vendit për 6 qytetarë të cilët vjedhin energji elektrike ndërmjet këtyre matësve. Ndërsa shpallën me kërkimje ish punonjës me mas siguri arrest në shtëpi për të njëjtën veprimtari kriminale. Janë sekuestruar në banesën e njërit prej të arrestuarve 22 matës të energjisë elektrike, si dhe 13 kuti plastike dhe 9 vula për vetosjen dhe vulosjen e tyre. Gjithashtu janë sekuestruar sende të tjera që i shërbenin kësaj veprimtarie kriminale dhe dokumente të ndryshme në funksion të hetimit. Lidhur me këtë lajm, Partia Demokratike ka reaguar përmes një deklarate për arrestimet, ku sekretari degës së Partisë Demokratike Gjirokastër, Daniel Sino, i ka bërë thirrje organit të akuzën Gjirokastër që të zgjerojë gamën e hetimeve, pasi në këtë aferë vjedhje janë të përfshirë dhe elementë më të theksuar të Partisë Socialiste. Deklarat, dega e Partisë Demokratike Gjirokastër. Rilindja në Gjirokastër kapet duke vjedhur. Një ngjarje për masave skandaloze ka ndodhur mes ditën e sotme me lëshimin e 16 urdhër arresteve nga Gjykata e Shkallës së Parë Gjirokastër. Në pranga siç dihet kanë rënë 4 punonjës të OSHE-s, ndërkohë që të tjerë janë lënë në arrest shtëpi ose detyrim paraqitje. Në një shtet ligjor sot duhet të kishim masa akoma më të repta për këto abuzime, që ka veç se një embër vjedhje. Drejtori i OSHE-s minimalisht duhet të jepte dorëheqjen për të mos thënë që të merret i pandehur nga organet kompetente. Në kushtet e mungesës së këtij reagimi, dega e Partisë Demokratike denoncon me forcë këtë ngjarje dhe u kërkon autoriteteve ligjzbatuese zgjerimin e gamës së hetimeve, pasi në të janë të përfshirë element më të thekur të partisë në pushtet. I bëjmë thirrje prokurorisë së Gjirokastërës të ulëmutoj pasi në këtë aferë korruptive do të gjejnë njerëz që kanë mbështetje politike nga Mirela Kumbaro. Jemi në komente me zhvillimet kryesore nga vendi. Shqipëria është një nga vendet që ka njohur një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve, por një gjë e tillë nuk do të jetë pakos, raportojnë mediat gjermane. Ekspertë të Ballkanit dhe operatorët e agjencive turistike zviceriane e shohin të ardhmen e Shqipërisë të erët për sa i përket turizmit. Kjo sepse sipas tyre çmimet do të rriten masivisht. Kështu, ekspertët besojnë se arsyeja e rritjes së madhe të turizmit janë kryesisht çmimet e ulta, por duke parë gjithë tregun, qoftë atë europian, botror, por edhe atë të Shqipërisë, çmimet pritet të rriten masivisht në disa vite të ardhshme. Sipas medias gjermane, apartamentet më të lira në jug të vendit, të cilat ishin 25 deri në 30 euro për natë në vitin 2023, kushtonin nga 100 deri në 120 euro në muajt e verës të vitit 2024. Bumi turistik jo vetëm që mund të rrisë çmimet, por edhe se më vetë sfida për infrastrukturën dhe mbrojtjen e mjedisit. Ndërtimi i një aeroporti të ri pranë lumit Vjos, një nga lumet e fundit të egër në Europë, po shkakton gjithashtu polemika. Ambientalistët po kritikojnë ashpër projektin, në të cilin është përfshirë kompania gjermane Munich Airport International, shkruan Gazeta. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu u shpreh se shumë shpejt Shqipëria mund të nisë prodhimin e industrinë ushtarake, kryesisht në artilleri, municione, dron luftarak dhe uniforma Made in Albania. Në një intervistë ai foli për hapat që janë hedhur në këtë drejtim me ligjin e miratuar vitin e kaluar për industrinë ushtarake. Nga gjithë paketa ligjore,
Nga gjithë paketa ligjore janë krijuar 2 ente. Një prej tyre është KAJO, që është kompania shtetërore e prodhimit të municioneve dhe gjithë veprimtarisë ushtarake, mjeteve, pajisjeve dhe sistemeve, e cila ka rigrupuar gjithë industrinë e vjetër ushtarake, uzinat e Gramshit, Poliçanit dhe mjekësit dhe disa asete të tjera shtetërore, ka thënë Vengu. Sipas tij, deri më tani kanë ardhur 21 shprehje interesi nga kompani të huaja për të investuar në prodhim municionesh, uniformash e mjetesh të blinduara, dronësh luftarak. Ne jemi një treg i vogël, vende me popullsi dhe mjete relativisht modeste kur krahasohemi me vendet e NATO-s, ndaj duhet të bashkojmë forcat për të arritur objektivet dhe kapacitetet që duhet të kemi për riarmatimin apo sistemet që përdorim, ka thënë Vengu. Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit që me arritjen e çmimeve sipas metodologjisë së Agjencisë Europiane të Statistikave në muajin shkurt të këtij viti regjistroi në 2.4%, ku konstatuar kushtuar një normë të pandryshuar krahasuar me janarin e të njëjtit vit. Nga ana tjetër, inflacioni sipas Instat për të njëjtën periudhë ishte 1.9%. Theksojmë se metodologjia e matjes është e njëjtë me të dy metodat, por diferencat mes këtyre dy matjeve vijnë si rezultati peshës që jepet secili grup të produkteve në llogaritjen e inflacionit. Të dhënat zyrtare tregojnë se inflacioni mesatar në Europë për llogaritjen në 2.7% dhe Shqipëria shihet e pozicionuar larg këtij kufiri. Nëse analizojmë rritjen e çmimeve sipas vendeve të rajonit, shifrat tregojnë se Shqipëria pozicionohet relativisht mirë krahasuar me disa nga fqinjet në rajon, përveç Kosovës, ku për muajin shkurt regjistroi një normë të rritjes së çmimeve prej 1.7%. Dalemi tashmë në një blok informativ nga bota. Liderët e Bashkimit Evropian janë zotuar se do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën me armë pavarësisht përpjekjes së Rusisë të përndalojë dërgimin e armëve të perëndimit në Kiev përmes bisedimeve të vazhdueshme për armë pushim. Liderët e bllokut evropian do të blidhen në Bruksel më 20 deri 21 mars, ku pritet të miratojnë konkluzionet e samitit, që përcaktojnë se Bashkimi Evropian beson në qasjen e paqes përmes forcës, e cila kërkon që Ukraina të jetë në pozicionin më të fuqishëm të mundshëm dhe kapacitetet e saj ushtarake janë elementet kryesor. Takimi në Bruksel do të zhvillohet 2 ditë pas një bisede telefonike mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin, përgjatë së cilës dy liderët janë pajtuar për një pauzë 30 ditore në sulmet në infrastrukturën e energjisë në Ukrainë. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka zhvilluar atë që ai përshkroi si një telefonat të mirë njohurshëm me homologun e tij ukrainas Volodymyr Zelensky. Lideri i Ukrainës Zelensky tha më pas se ai besonte se paqja e qëndrueshme mund të arrihet këtë vit në udhëheqjen e Trump. Mes të tjerësh, dy presidentë diskutuan edhe për kontrollin e mundshëm të SBA-s mbi termocentralet bërthamore të Ukrainës, tha Shtëpia e Bardhë. Megjithëse Zelensky më vonë deklaroi se ky ishte vetëm për objektin e Zaporizhia, që aktualisht është zaptuar nga Rusia. Toni i telefonatës ishte në kontrast me vizitën e Zelenskit në Shtëpinë e Bardhë muajin e kaluar, në të cilën dy udhëheqësit së bashku me zëvendës presidenti i SBA-s J.D. Vance u përfshin në një shkëmbim të tensionuar replikash. Gjatë bisedës së tij me Trumpin, Zelensky tha se ishte i hapur për një armë pushim të pjesshëm që përfshin një ndalim të goditjeve në infrastrukturën energjetike, hekurullat dhe objektet portuale. Por presidenti i Ukrainës paralajmëroi se vendi i tij do të hakmerrë nëse mos ka shkel kushtet e armë pushimit. Qeveria spanjolle ka miratuar një masë për të rishpërndarë mira emigrantë të mitur të pashoqëruar nga Ishmit Kanaria në rajonet të tjera të vendit, duke i dhënë fund një ngërçi politik disa mujor mes qeverisë qendrore dhe autoriteteve rajonale. Vendimi synon të lehtësojë presionin mbi qendrat e mbivulluara të pritjes në arkipelagun që mbetet nga pikat kryesore të hyrjes për emigrantët në Evropë. Ishujt Kanarie aktualisht strehojnë mbi 5.000 të mitur të pashoqëruar, ndërsa rreth 4.000 prej tyre pritet të transferohen në pjesë të tjera të Spanjës. Reforma merr parasysh faktorë si popullsia, të ardhur për frymë dhe shkallën e papunësisë në rajonet pritëse. Katalonia, për shembull, pritet të marrë vetëm 20 deri në 30 fëmijë, sipas dhënëses të Partisë për Katalonian. Ministri i qeverisë për marrëdhëniet me rajonet, Angel Victor Torres, e quajti këtë një moment historik në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe bëri thirrje për më shumë ndërgjegjësi mbi kushtet në të jetojnë këta fëmijë.
Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirëpafshim.